Hyrja në botën e hijeve. Përshëndetje, miq. Sot do të zhytemi në një udhëtim të errët, por të ndriçuar, atë të gnosticizmit, ku zgjimi shpirtëror nuk është fundi triumfal, por një kurth i fundit i rrezikshëm, iluzioni i dritës. Imagjinoni, keni luftuar errësirën, keni gjetur një dritë brenda jush, por çfarë nëse kjo dritë është vetëm një pasqyrë e thyrë? Videoja jon eksploron si gnostikët e lashtë na paralajmërojnë për Demiurgun, krijuesin e rrem, që nuk sundon me zinxhir, por me imazhe të rreme. Kjo nuk është një histori e shpëtimit të lehtë, është një thirrje për të parë për te iluzionin. Le të fillojmë me një thënie të lashtë që ndryshon gjithçka. Seksioni 1, kurthi i fundit, iluzioni i dritës. Le të fillojmë me thelbën. Gnosticizmi na thotë se zgjimi nuk është porta e fundit drejt lirisë, por vetë gracka që të mbyll brenda. Citimi nga Ungjilli i Tomasit, thënia 24, është qelësi. Nëse drita që është brenda jush është errësirë, aq e madhe errësira do të jetë. Kjo nuk flet për një dritë të jashtme, është një paralajmërim i brendshëm. Drita brenda, ajo që ndjen si shpëtim, mund të mos ndriçojë as pak. Pse? Sepse mistikët gnostik kishin parë diçka të tmerrshme, një krijues të rrem, Demiurgun, që nuk të mban rob me errësirë të pastër, por me imitimin e saj. Ai është si një mjeshtër iluzioni që krijon kopje perfekte të dritës për të bërë të besosh se je i lirë. Karkrëth quhet ndriçimi i rrem. Imagjinoni, ke medituar vite me radhë, ke lexuar libra shpirtëror, ndjen një paqe të thellë. Por çfarë nëse kjo paqe është vetëm një hije e vërtet paqes? Egoja juaj feston, unë jam i zgjuar tani, të tjerët ende flen. Kjo është mashtrimi i fundit, një iluzion që i shërben Demiurgut, sepse të mbën shpirtin në një cikël të ri fiksimi. Gnostikët e dinin, shpëtimi nuk vjen duke u ndier superior, por duke parë se çdo ndjenjë e tillë është një pasqyrë. Nëse nuk e sheh këtë, je ende në lojë. Seksioni 2, mashtrimi i parë, Demiurgu dhe bota iluzore. Tani, le të zhytemi në origjinën e këtij mashtrimi. Gnostikët nuk e shihnin botën si një burg moral, jo, ata e quanin një falsifikim të plotë. Në qendër është Demiurgu, një qenie e verbër e lindur nga ignoranca hyjnore. Në tekstet si Apokrifa e Gjonit, ai quhet Yaldabaoth ose Samael, një fëmijë i kaosit që lindi nga Sofia, urtësia hyjnore, kur ajo u përpoq të krijojë pa bashkëpunimin e burimit të vërtetë. Ky Demiurg e pa hijen e tij si dritë dhe tha, unë jam Zot dhe nuk ka tjetër përveç meje. Por një zë nga Pleroma, realiteti i plot i dritës së pastër, i përgjigjet, ti je gabim. Ti je një hije e ignorancës. Demiurgu nuk krijoi botën nga keqësia, ai e kopjoi atë nga një vizion i turbull. Bota jon materiale është një labirint pasqyrash, çdo gjë duket e vërtetë, por është një imitimi. Shpirti që vjen nga Pleroma bie në këtë rrjet dhe harron origjinën e tij. Demiurgu të bindë se kopja është origjinali, se trupi yt është ti, se koha është e pafundme, se ndarja midis jush është realitet. Por gnostikët thonë, je efekt, jo shkak. Shpirti yt nuk është peng i botës, bota është peng i iluzionit tënd të harruar. Nëse vazhdon të kërkosh jashtë, mbetesh i verbër ndaj dritës brenda. Ky është mashtrimi i parë, të bëj të besosh se je i ndarë nga burimi, kur në të vërtetë je pjesë e tij. Le ta zgjerojmë me një shembull, mendoni për ëndrat tuaja. Në një ëndër, ndjeni frikë, dashuri, triumf, gjithçka duket reale. Por kur zgjoheni, e shihni si iluzion. Demiurgu është si arkitekti i asaj ëndre, bota është skena ku luhet drama, por ti nuk je aktori, je shikuesi që harroi se po flet. Gnostikët e dinin, për të dalë nuk lufton ëndrën, ti thjesht hap sy. Seksioni 3, rendi i hijeve, arkitektura e imitimit. Demiurgu nuk ka nevojë për zinxhir, ai sundon me dritë të rreme. Askush nuk adhurojnë hijen nëse e di se është hije, por të gjithë përkulen para asaj që shkëlqen si e vërtetë. Kjo është arkitektura e tij, një rend hijesh ku imitimi zëvendëson krijimin. Në tekstet gnostike, ai krijon arkangjët e tij si kopje të plenumës, engjëj që duken hyjnor, por janë vetëm eko. Bota jon është e mbushur me to, reklama që premtojnë lumturi, ideologji që premtojnë liri, madje edhe praktika shpirtërore që premtojnë zgjimin. Të gjitha ushqejnë Demiurgun me fiksimin tënd. Ai nuk i intereson nëse kërkon pasuri apo ndriçim, qelësi është kërkimi, jo shikimi. Kur kërkon, je në lojë, ecën në labirint, prek pasqyrat, ndjen emocionin e gjuetisë. Por kur sheh, magjia thyet. Kurthi i fundit, iluzioni i zgjimit, ndjenja se je i zgjedhur, shpirtëror, superior ndaj të fjeturve. Kjo krijon një shpirt fals, një kopje të shkëndijës hyjnore që ushqehet me krenari. Imagjinoni një mistik që predikon dashuri, por brenda tij digjet zili për ata që nuk e kuptojnë. Ky është imitimi, duket si dritë, por është hije e egos. Gnostikët na tregojnë se Demiurgu lulëzon në polaritet, e mira kundër të keqes, zgjimi kundër gjumit. Çdo luftë e ushqen atë. Për shembull, në jetën moderne, shohim guru që thonë zgjohu, por kjo krijon një tjetër ndarje, ne kundër tyre.
Rendi i hijeve është i sofistikuar, ai të bën të besosh se je duke u ngjitur, kur në të vërtetë po rrotullohesh në vend. Për të dalë, duhet të shohësh se çdo identitet, madje edhe ai i zgjuarit, është një maskë. Seksioni 4. Shkenca e njohjes ka përcimi iluzionin. Tani, pyetja e madhe, si e ka përcen këtë? Gnostikët nuk propozonin luftë, ata thoshin, pusho së rezistuari. Iluzioni lulëzon në dualitet ti kundër ti. Në vend të kësaj, ata praktikuan gnozën, jo njohuri intelektuale, jo besim i verbër, por një të parë direkt, pa filtrin e mendjes egoike. Imagjinoni, nuk gjykon, nuk lufton, thjesht sheh. Dhe në atë shikim, magjia e demiurgut thyet. Gnoza është si një test i fundit, a mund ta duash realitetin jo për imazhet e tij të bukur, por për qartësinë e tij të ftohtë. Bota është e përkohshme, e shkëlqyer si një ëndër, por një lojë pasqyrash. Drita e vërtet nuk shihet, ajo kujtohet. Nuk ka formë, nuk ka imazh, nuk ka nevojë të provojë. Kur shpirti yt lodhet nga kërkimi i pafundëm dhe fillon të sheh çdo gjë, frikën që të mban peng, dëshirën që të tërheq lumturinë e rreme, madje edhe paqen e imituar, iluzioni fillon të çreket. Në praktik, kjo do të thotë, ulu në heshtje, shiko mendimet si rreth që kalojnë. Shiko botën si një teatër, aktorët luajnë, por ti je publiku që di skenarin. Gnostikët e quanin këtë për kujtim anamnesis, rikthimin e njohjes së harruar. Kur sheh demiurgun siç është, një hije e ignorancës, jo armik, e kalon kurthin. Ai nuk mund të imitojë atë që nuk ka formë, burimin e pastër që sheh përmes syve të tu pa gjykuar. Ajo që mbetet nuk është ti i zgjuar, por vetë burimi i qetë, i plot, pa nevojë për prova. Kjo është gnoza, jo fundi i udhëtimit, por zhdukja e udhëtarit. Le të zgjerojmë me një metaforë, mendoni për një detar të humbur në një stuj pasqyrash. Ai lufton valët, kërkon ishullin. Por kur ndalon dhe sheh se stuji është brenda tij, reflektimi i frikës së tij, detari zhduket dhe oqeani bëhet i qetë. Kështu është me demiurgun, shikoje dhe ai zhduket. Përfundim, thirrja për shikimin. Miq, gnosticizmi na lë me një paralajmërim të thellë dhe një premtim që digjet si një flak e heshtur në errësirën e mendjes. Kurthi i fundit, ai iluzioni i dritës që të mashtron me premtimet e zgjimit, nuk është fundi, por një derë e fundit drejt lirisë së vërtetë. Por gnoza, kjo njohje e pastër, pa forma dhe pa hije, është qelësi i artë që e thyen çdo grackë, sepse ajo nuk lufton, thjesht hap sy. Mos kërko më në labirintin e pasqyrave, ku çdo hap të kthen te vetja e rreme. Shiko. Shiko botën si një lojë të lashtë, ku aktorët vallëzojnë në dritat e rreme, por skena është e zbrazët pas perdeve. Shiko shpirtin tënd si dëshmitarin e heshtur, jo si luftëtarin e lodhur nga betejat e panevojshme. Dhe demiurgun? Shikoje si një histori të vjetër, një mit të harruar i ignorancës hyjnore, që nuk mund të prek atë që nuk ka imazh, nuk ka formë, nuk ka nevojë për lavdi apo frikë. Nëse e sheh atë, jo me zemërim, por me një buzëqeshje të butë të njohjes, e kalon kurthin pa e prekur, sepse drita e vërtet nuk ka nevojë për porta. Ajo është gjithmonë këtu, duke pritur që ti të ndalosh së kërkuari dhe të fillosh së qeni. Kjo është fuqia e gnosticizmit, jo një shpëtim i jashtëm, por një kthim i brendshëm, ku ti bëhesh vetë drita që nuk mund të imitohet. Merr këtë me vete sot, në çdo mendim të trazuar, në çdo dëshirë që të tërheq, në çdo paqe të re që të premton, dhe pyet veten, apo shoh, apo po kërkoj ende? Faleminderit që ndoqët këtë udhëtim të errët drejt dritës së vërtetë, që na ka zhveshur nga iluzionet si një veshje e vjetër. Nëse ju frymëzoi, pëlqeni videon për të ndarë këtë zjarr me të tjerët, komentoni më poshtë çfarë iluzioni keni parë ju personalisht, ndoshta një fiksim i lashtë, një identitet i rrem, dhe abonohuni për më shumë eksplorime shpirtërore, ku çdo video është një pasqyrë tjetër për të thyer. Paqe, ose më mirë, shikim të qartë, që të çlirojë çdo hije brenda jush.